Të bësh një full face of makeup me produkte që ti nuk e di çfarë do të jenë është e frikshme. Por fakti që të gjitha këto produktet janë këtu te ky top i vogël është akoma më e frikshme. Hello! Të gjithëve të mishterdhet në kanalin tim të YouTube-it. Kemi një kënd pak më ndryshe sot, se sot do bëjmë një make-up të tërë me produkte misteriose që gjeten brenda këtij topi. Kur e pash që ekzistonte një si këto, por që kishte një full face of make-up brenda, thash duhet ta marr dhe duhet ta provoj. Më kujtoj shumë ato topat që kemi pasur në fëmijëri, ose kanë qenë ca në forma zemrash. Po. Dhe kam patur lojra, make-upet të vogla dhe gjëra shumë cute, edhe më duk shumë nostalgjike që tani të marr këtë topin dhe ta provoj si e rritur. Make-upet që do bëj tani do e mbaj sepse do dal pas dite, kështu që çfarë do lloj gjëje që të katranos sot tani, do duhet që të deal with it gjithë ditën. Po përkohë le ta hapim. Kam këtu pasurinë time të vogël gold që do më ndihmoj që të shoh make-upin teksa e bëj, por nuk e mbaj mend a ka furça, a ka nuja dhe a ka sfungjera kjo. Shpresoj shumë që të ketë, që ta bëj sfidën të plot, dhe nëse nuk kam, do përdor gishta. Se kjo është ideja kur ble një mystery full face, do më thënë, unë duhet të jem në gjendje që të bëj çdo gjë, të gjithë make-upin në këtë. Okay? Stop talking dhe futjo punës. Po e hap tani. Jam nuk e di domethënë se pse jam kaq e lumtur dhe e emocionuar që po e hap. A dëgjohet funksionimi? Po e fik t'jem brënda. Kjo më duket se kushtoj 15.000 lek. Yes. Imaginon ta hap këtë edhe brënda. Dëgjuat që jo? Ja. Shiko se nuk është aq e vogël. Ka shpres. Është sa kokaina. Gati? Okej, janë të mdhaja. Dhe duke shumë që ka sponge. Ka sponge, ka beauty blender. Më si prez. Më fali nëse po bëj overreact, është shumë cute. 10 out of 10 experience. Tani, hapa si pas radhës të një make-upi janë, besoj, primary ose hidratimi. Nuk besoj se do ketë as primer as hidratus këtu, por po i them ti kemi parasysh. Baza, concealer, pastaj kemi blush dhe bronzer kremoz, contour, duhet të kemi setting powder, duhet të kemi një gjë për vetullat, për qërpikët, për të luajtur. Më thoni që e njihni luar dhe unë do për atër këtë shaka kot edhe. Duhet të kemi highlighter, duhet të kemi dhe diçka për buzët. Nuk e dija do kemi gjitha, por diçka do jetë se stop talking dhe t'i shoj me radhë se çfarë kemi. Fillojmë me të parën. E para është një matte lip cream dhe është super ngjyrë. A nuk është nude perfect? Është matte. We're off to a good start. Dyta është një hydrating core lip shine. Okej. Kjo do t'jetë se ti balmi, do t'jetë shiny. E ka shine. Super. I'm sorry, fakti që janë sealed edhe janë paketuar kaq bukur. 10 out of 10. Vazhdojmë, produkti i radhës është një matte lip cream. Përsëri, është i njëjti me ato të parin edhe është thjesht i kuq. Okej, kjo shkruan Pop Fill Cosmetics Co. Limited Edition. Është shumë e kuqe dhe shpresoj shumë që të kem produkte për bazën dhe të mos e justifikojnë faktin që kanë një full face of makeup, sepse kam futur 3 produkte buzësh deri tani. Vazhdojmë me të radhës, është një face multi-stick. Thotë që është një face multi-stick, shpresoj që të jetë bronzi, që unë ta përdor si bronzer, si contour dhe ndoshta edhe syt nëse nuk ka gjë për syt. Është shumë cute edhe kjo. Forma duket sikur do jetë si ato të Rhode, po nuk e di, do e shohim dhe mund të gaboj rënd. Kemi beauty blender. Është shumë i butë. Dihet tamam si beauty blender. Dihet shumë se si e mirë dhe më injoroni thonë se nuk po gjej orar. Vazhdojmë me të radhës, kemi një paletës. Një shoh këtu, një këtu, sepse këtu është lentja dhe këtu jam unë, edhe më vjen natyrshëm që të shoh te vetja ime. Sorry, not your business. Kemi paletën e syve që shpresoj shumë të jetë në tonalitetet e nude, kafe, që nëse nuk kam gjëra të tjera, pra contourin, bronzerin dhe I don't know, të përdor këtë. Vazhdojmë.
Kemi një pot concealer. Nuk e di domethënë, të blesh një mystery box dhe të kesh një pot concealer. Tani po shoh që ka 3 ngjyra. Besoj se kjo do përfundoj duke qenë dhe baza jon. Shpresoj shumë që ngjyrat i ketë të mira, se ndonjëherë këto që janë cheap i kanë ngjyrat aq portokalli, aq Donald Trump. Nëse jam shumë emocionuar për këto, me zi. Gjeni pak se çfarë kemi në vend të furçave. Më kujtojnë ato që kam pas mamat më parë. Këto janë të tmerrshme, por do të përdorim vetëm çfarë ka kutia, topi. Do bëjmë si do bëjmë. Dhe produkti i fundit, por jo garancia. Një lip oil. Ose shumë produkte kemi për buzët. Ky që ka një vaj buzësh, edhe në total na u bën 1, 2, 3, 4. 4 produkte vetëm për buzët. Besoj futuri që nuk kemi asnjë produkt për vetullat, për qerpikët, për highlighter, por we have to make it work. Kjo është sfida. Pas produkteve që kemi këtu deri tani, duhet ta fillojmë me concealer. E hapim dhe do mbaroj enigma jon e ngjyrës. A do jetë vallë portokalli? A do jetë vallë e hapur? A do jetë vallë ky make-up rimishërimi i Donald Trump? Ta-da! Domethënë, është pak portokalli, po ky shade këtu mund të jetë deri diku i përdorshëm. Deri diku. Këto pastaj mund ta përdor si kontur, këtë nuk e di a do e përdor, por do e shohim. Si fillim do lagim beauty blender. She's back. Sa i butë është? Sa cute patuti. Është shumë e butë, duket shumë e mirë. Shtojmë. Okej, besoj mora mjaftueshëm. Apo se u kujtova, këta në gjitha produkte nga Kina dhe me siguri nuk janë ndonjë brand i njohur, kështu që nëse fytyra ime mbushet me akne më vonë, më fusni në lutjet tuaja. Lidhemi këtu së bashku për të lutur që fytyra e Gjese të jetë të papuçra. Ajo po bën content për YouTube, kështu që duhet ta falni këtë herë që po përdor këtë produkt. Kidding, se nuk besoj se më qenë që vazhdojmë tani. Excusez-moi. Më fal, ka shumë bulim. Kjo është një aromë të çuditshme, po nuk e vëj dot gishtin se çfarë aromë ka. Jemi lart me mbulimin. Më duket sikur këto janë ato lloj produktesh që përdorin ato nuset që janë në Indi, nuk e di ku janë, po që bëjnë gjithë fytyrën të bardhë. Kjo duket shumë premtuese për atë vibe make-upi. Fal, çfarë drejshin. Duket perfekte! Kjo është lëkura ime pa concealerin, fondatinën, dhe kjo është fytyra ime me. Nisi mirë, po mos ta marr vetëm sysh se gjithmonë pastaj përfundon në një budallik. Dhe frika ime në fillim, e mbani mend kush ishte që të mos ishte shumë portokalli dhe e mbyllur, ndërkohë që kjo është super e hapur dhe po ndihem se ajo fotoja që ka James Charles. Hi sisters! Tani do marr këtë ngjyrën dhe do e përdor si bronzer kremoz, do e marr me një beauty blender. Thjesht do e rrotulloj që të mos jetë ajo e bardha dhe shpresoj që të më japi pak ngjyrë sepse shpresa jon e vetme. Loti me këtë fondatinën është që nuk është as keki. Të paktën deri tani se nuk e dihet se çfarë ndodh më vonë. Kjo që nga shumë portokalli. No, kjo që nga shumë portokalli. Oh, la polizia, no. Ju betohem, it blends into nothing. Jam shumë e hutuar që harrova që kisha këtë multi-stick, që shpresoj shumë që të jetë si tip bronzer. Shpresa ime e fundit. Okej. Se po bëj sikur do vdes. Gati. Wow, forma që nga fiksi ato të road. Forma, do me thëmë. Jo fix, po. Okej. Është një blush. Ama sa i bukur që nga. Do më thënë që ka një blush super i bukur, duket sikur do ketë zica. At this point, mua më duhet pak ngjyrë, kështu që do e përdor dhe do shpresoj për më të mirë. E shikoni? E shikoni dhe ju këtë dritë në fund të tunelit? E shikoni që jeta bëhet gjithmonë më e mirë se ç'duket në fillim. Nëse një ditë është e keqe, do vi një ditë që vi një moment që do bëhet më mirë. Thjesht duhet të shpresosh edhe Kjo fondatina, nëse e shikoni, ka filluar që të ketë ca krisis kaq të këqija. Por
don't care, sepse ne më në fund kemi pak ngjyrë në fytyrën tonë. Do nis me pak, edhe nëse më vonë ndjej nevojën që unë jam akoma Casper, do e përdor më shumë. Por të paktën ara diçka që ka pak ngjyrë. Jemi deri diku, po dhe si jemi, po jemi. Tani do ha paletën dhe me paletën shpresoj që të kem një shade që ta përdor si kontur. O zot, të kem një gjë që ta përdor si kontur. A do vi vall ai moment konturie? Nuk e di, do e shohim. Dhe shpresoj që të ketë diçka që ta përdor për vetullat. Domethënë vetullat unë sapo i kam hequr dhe sapo i kam lyer, nuk është se kam nevojë për shumë gjë, por ideja është që këtu të ishte një full face of makeup. Kështu që duhet të jetë një full face of makeup. Kemi paletën. Wow! Okay. Slay! Sa shumë ngjyra ka! Wow! Ka një aromë sikur ka skaduar që në 2000-shin. Është aromë make-upi i vjetër, por në farmaci. Furçatona të luksit që janë Makeup by Mario kanë fijet më të buta, kanë fije natyrale. Do marrim fillimisht një shade për ta përdorur si bazë. Ndihem si një nëna. Ndihem sikur jam në vitin 1980. Wow, bëri absolutisht asgjë. Vazhdojmë një shade pak më të errët për të bërë një sfumim. Bën absolutisht asgjë. Tani do tentoj këto që supozojnë janë më të errëta, se po na del gjë. Now that's what I'm talking about. Kur të mbaroj këtë make-upin do kem mbaruar dhe vetë. Domethënë kur të mbaroj këtë make-upin do kem mbaruar dhe vetë. Tani kemi gold, duhet të jetë një gold tepër. Wow! Do marr pak nga kjo kafe dhe do përpiqem që të bëj një eyeliner. E di çfarë duhet kisha bërë? Do të kisha bërë atë make-upin korean. Tani do hap të gjitha produktet e buzëve që të shohim se çfarë do përdorim dhe të shohim se çfarë mund të shtojmë ndonjë gjë në fytyrë. Cute! Duket shumë e bukur. Oh my god! Ka nxiza shumë të bukura. Do hap edhe këtë. Ta-da! Të shohim pak. Po kush ja preu kokën? Po e fus përsëri? Është shumë portokalli. Do përdor pak si blush. Por okej, kemi dhe një buzëkuq, do e mbyll prap që të hap edhe buzëkuqet e tjera dhe të vendos se çfarë do përdorim për buzët. Për buzët jemi flak fare me 4 produkte, kështu gjëra të tjera. Kjo duket sikur do jetë shumë e bukur. Dhe është super e bukur. Super bright, super ngjyrë bukur kjo. Tani, do provoj një herë këtë. Kjo mund të jetë aplikatori më i keq që kam provuar ndonjëherë. E di si që ka kjo, zëri sikur po aplikon me shkop. Zëri sikur nuk i ka këto. Por më falni, është super ngjyrë. Shkon dhe me make-upin sot. Tani do përdorim lip oil. Cute. Kjo duket sikur ka aplikator të mirë, shumë juicy. Ky që nga Pearl. Okej, njerëz, ky është përfundimi. Nuk duket shumë e tmerrshme, por nëse marr një pasqyrë që ka ca probleme, këtu s'është fare blenduar mirë, se normalisht kishin furçat më të mira. Kemi blashin që nuk është përhapur mirë këtu, ka ngecur, se është baza, mendoj që thjesht ngec, edhe po e fërkove shumë do iki. Përsa një gjë që më ka habitur është lip combo, më fal. Duket super mirë. Duket shumë mirë dhe duket sikur nuk do lëvizi. Nuk është aq keq. Nuk është aq keq, ndoshta po bënim overreact për gjatë sfidës, po gjithsesi si gjithmonë e keni ju fjalën e fundit, ju na jepni verdiktin, ju do vendosni nëse make-upi është decent apo jo dhe kaq, do jepni notën tuaj dhe do më thoni si ju duken këto video. Mos harroni që të bëni subscribe poshtë, të bëni like videon, të bëni komentet tuaja në lidhje me videot, në lidhje me challenges të tjera që doni. Mos harroni të më ndiqni në TikTok, në Instagram dhe të më shkruani se unë kam shumë qejf kur më shkruani, ju dua shumë dhe shihemi në videon e radhës.
Bye!